Jemi këtu në qendrën më të madhe të votimit në komunën e Klinës, në shkollën e mesme teknike Femia Agane në Klinë, për të parë mbarvajtjen e procesit të votimit, po për më shumë informata pyesim përgjegjësin e kësaj qendre të votimit, zotrin Sami Bardheci. Përshëndetje për gjithë, jena në qendrën më të madhe të votimit në Klinë, është qendra e shkolla Femia Agane, ku janë gjithsejt 11 klase ku kanë drejtë qytetarët me drejtu kutijat votimit, ku qendra u hap me kohë dhe ka filluar procesi i votimit që nga ora 7:00. Qysh në fillim të hapjes së votimit, u vret janë një numër shumë i vogël i votuesve, po me kalimin e kohës ka filluar ky numër më rrit dhe tash gradualisht do ka shkon të rrit ky numër i votimit. Deri në këtë moment kanë dalë gjithsejt 254 votues që kanë pas drejt vote dhe kanë shfrytzuar drejtën e votës. Sa kanë drejt me votu? Sipas listave që në KQZ-s, këtë qendrët e votimit kanë drejt me votu 9947 votues. Po sa dalin sipas? Sipas dhënave të mëhershme që kena pas zgjedhje, numri i votuesve që sillet se del janë 3400, 3500 votues që ndal herën e fundit, domethënë votues që kanë votuar drejt votës kanë pas. Një problem e kena evidentu, disa votues, nuk e kanë gjetë emrin këtu edhe pse gjithmonë kanë votuar në këtë qendër të votimit. Nuk e di tash a u bë ky ndrym nga KQZ-ja apo qysh, po fatkeqësisht ka votues që kanë votuar më herë këtu dhe tash po del se qendra në votimit e kanë nëpër shkolla tjera, qoftë në Ndranët, qoftë në Sferk, qoftë në vende ndryshme të vend votimeve.